Në shenjë nderimi për kontributin dhe sakrificën gjatë luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sot u zbuluan 3 pllaka përkujtimore kushtuar familjeve të Qen Qenaj, Zeqir Peraj dhe Gjevdet Thaçi. Në ceremoninë e organizuar me këtë rast, morën pjesë familjar, bashkëluftar dhe qytetar, të cilët vlerësuan lart rolin e familjeve në mbështetje për angazhimin dhe lirinë e vendit. Sot organizata ka nderu duke i bërë 3 shtëpi të cilët ishin bazat ilegale të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke i vënë pllaka përkujtimore për të dëshmuar se këto shtëpi ishin baza fillestare të organizimit të ushtrak ilegal që është bërë në atë kohë. Edhe familjar të dëshmorëve dhe veteran të UÇK-s vlerësuan aktin si një dëshmi se vepra e tyre do të mbetet gjithmonë në kujtesë të brezave. Për në atë kohë kemi pas vullnet ma shumë atë. Se na kemi pasi i piktumit, kemi pa dalë në Shqipëri atë. Qëllimi ynë ka qenë vetëm Kosovë, më konë Kosovë alije më varpja tjetë. Për që atë punë kemi pas vullnetin ma shumë atë. Kemi në atë kohë në shtetë të dytë më dhanë atë. Bashkëluftarin Gjevdetin, Gjevdet Thaçin, që na konë të pandashëm e Qen Qenaj. Kena morë pjesë në shumë aksione bashkë, kena konë shumë kohë bashkë. Ma në fot, vënë për gjithë shka për shpërblet mes shokëve, kontributi dëshmorëve, invalidëve të lusë. Është pak emocion, po kja vepër nuk është veç e ime. Unë e falenderoj, kam një djallë Misë Beqir Thoshin, cili ka kontribuar jashtëzakonisht më shumë se unë, sepse ne lëviznim, ky ishte këtu, e kja ka qenë e gjitha. Pllakat e familjes Qena, Peraj dhe Gjevdet Thaçit u vendosën si simbol i mirënjohjes për kontributin e tyre të çmuar, duke ruajtur gjallë kujtesën historike dhe duke përcjellë te brezat e ri vlerat e sakrificës, atë dhe dashurisë dhe përkushtimit ndaj lirisë.